çdo kush i cili dëshiron të drejtojë gishtin e fajësisë tek dikush nga sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, realisht gishti i tij do drejtohet tek Muhamedi alayhis salatu wasalam. Dhe për këtë Muhamedi alayhis salatu wasalam kishte treguar që mos i rëndoni shokët e mi me fjalë dhe mos i ofendoni ata dhe mos përdorni shprehje degraduese lidhur me ta. Sepse kishte thënë femen ahabbahum, kushdo që i dën ata fe bi hubbi ahabbahum, i dën si shkak i dashurisë që kanë ndaj meje. Ne e dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe si shkak i dashurisë ndaj tij i dojmë shokët e tij. Por në vazhdim po thotë wamen abghadahum fa bi bughdi abghadahum. Dhe kushdo që i urren shokët e mi, kushdo që i urren sahabët, urrejtja atyre është si shkak që më urren mu. Padyshim që këtu po kuptohet se urrejtja e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të përgjithshme, apo urrejtja edhe vetëm njërit prej tyre është e barabartë me urrejtjen tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria jon për sahabët, edhe për çdo individ i cili është nga sahabët, është dëshmi se ne e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë kushdo që, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që i rëndon ata, apo wa man adhahum faqad adhani, kushdo që i rëndon ata, kushdo që flet fjalë për ta, kushdo që e zgjat gjuhën për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për nderin e tyre, për veprimtarinë e madhe të tyre, për kuptimin e fesë të tyre dhe kështu me radhë. Kushdo që e zgjat gjuhën dhe flet keq në një farë forme për sahabët, pa marrë parasysh se a e ka çastjen që ti ofendoj ata, apo nuk ka çastjen që ti ofendoj ata, por tërthurazi të regon se ata nuk kanë qenë edhe në atë pozitë që mendojmë ne. Apo, për shembull, thot sahabët kanë sakrifikuar, e kanë ndihmu fen, por edhe nuk e kanë ditë shumë mirë tefsirin e Kur'anit, apo nuk kanë njoft shumë mirë dispozitat e fesë dhe kështu me radhë. Kushdo që në çfarë do forme i ofendon sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i rëndon ata, i akuzon ata dhe kështu me radhë, pejgamberi alayhis salam thotë mua më ka akuzu, mua më ka rëndu, mua më ka ofendu. Dhe kushdo që mua më ofendon, le të dinë se ofendimi i tij bie mbi Allahun azza wa jall, e kushdo që e ofendon dhe e rëndon Allahun me fjalë, Allahu e dënon atë. Hadithin transmeton Tirmidhiu.